Normalisht njeriu t'i dhëm padrejtësia kur ati i bë, e padyshim Zoti nuk është i verbër ndaj padrejtësive që njerëzve u bën. Zoti i shikon të gjitha. Nëse dikujt i bëhet padrejtësi dhe ai lut padrejtësinë që është bërë, Zoti ja pranon këtë lutje. Që të falun ty për atë që ti ke bërë, duhet jap nga vetja ime. Pra ti më shkaktove mua dëm, unë jam ai i cili kam nevojë të kompensohem për dëmin që ti më ke shkaktuar, po unë zgjedh të të fal ty me shpresën që ti nga kjo do reflektosh, dhe kjo erdhi nga unë. Ndërsa si besimtar ne falim për hir të Zotit duke shpresuar që ky njeri do reflektojë, po Zoti do na falë neve, sepse ne jemi të gjithë gabimtar. Profeti Muhammed thot, falini ata që janë në tokë, t'ju fali ai që është në qiell. Falja ka një lloj kufiri. Unë mundem të të fal, mos prit të kesh të unë pozitin që ke patur më përpara. Ja, në Islam koncepti i hakmarrjes personale për një dëm që të është bërë nuk ekziston. Si besimtar ke për detyrë që nëse i ke bërë dikujt dëm, ti kërkosh atij falje. Dëmi material që është shkaktuar, edhe detyrimin e ke t'ia kthesh materiale dhe ti kërkosh faljen, po gjithashtu dhe nëse dëmi është bërë publik, ti kërkosh falje edhe në publik.